Parcela shtesë dedikuar për ndërtimin e xhamisë në bllokun e ri është blerë tani me mendimin e bamirësve dhe të Bashkisë Islame në Gjakov. Për më tepër foli edhe imami Visar Koshi. Para 2 javëve, parafërsisht, ka fillu kjo aksion. Spore janë mobilizuar gjithë xhamit dhe xhamatet. Pastaj kemi përsëritur edhe një javë tjetër. Janë mbledh pothuajse të gjitha mjetet dhe kemi mbrit shumën prej 160.000 euro që do të blehet ajo parcel shtesë që do të kontribuoj për ndërtimin e një xhamie në atë vend. E që Gjakova ka nevojë për një gjë të tillë sepse xhamit janë në për lagje të tjera, por në lagjen e bllokut të ri nuk ka. Koshi përfunde kishte edhe një falënderim. Në emër të Këshillit Bashkisë Islame të Gjakovës i falenderojmë të gjithë donatorët, qofshin të brendshëm dhe të jashtëm diasporën, e cila vazhdimisht ka kontribuar dhe po mundohet që të jetë aktive, do të thotë, edhe në këtë aksion që patëm për këtë parcelë. Parcela shtesë ka sipërfaqe prej 3.5 ari dhe gjysma e mjeteve për blerjen e kësaj parcele është siguruar fal bamirësve në vlerën për 80.000 eurove, e që në total kishte koston për 160.000 eurove.